kërkuesin ose përfaqësuesit e kërkuesit për të paraqitur parashtrimet, siç u bëra me dije, keni kohë 30 minuta, mund ta ndani këtë kohë, po brenda 30 minutash. Do të flisni ju, lutem hajde. Po të nderuar, minutazhin dispozicion me do ta ndaj 20 minuta unë si avokati i zotit Velie dhe pastaj 10 minuta zoti Velie. Dhe po përpiqem t'i shmang rrethanat e çështjes dhe të kaloj direkte tek pretendimet tona për legjitimimin. Të nderuar antar gjykatës kushtetuese, duke i qëndruar të gjitha parashtrimet tona të bëra me shkrim dhe që do ja vendosim dispozicion gjykatës, që në total janë 65 faqe, më lejoni që shkurtimisht brenda minutazhit të lejuar nga gjykata të elaboroj disa nga çështjet më kryesore trajtuara në këtë parashtrime. Në lidhje me legjitimimin e kërkuesit, jurisprudenca e gjykatës kushtetuese e ka theksuar se njeni 115 është garanci e veçantë për organet e zgjedhura vendore. Gjykata kushtetuese është shprehur në jurisprudencën e saj se një gjykim i cili ka për objekt shkarkimin nga detyrat e organeve qeverisë vendore është gjykim në themel i kërkesës dhe gjykata kushtetuese si organ kontrolli për të çmuar shkeljen e rëndë të kushtetutës ose ligjit, heton dhe gjykon në themel çështjen, ashtu siç do të vepronte një gjykatë e sistemit gjyqësor të zakonshëm. Vendimet e gjykatës kushtetuese numër 15 vitit 2009, 22 të vitit 2008 dhe 39 të vitit 2005. Bazuar në njenin 115 të kushtetutës, kryetari i bashkisë mund shkarkohet për shkelje të rënda të kushtetutës ose të ligjeve dhe mund të ankohet në gjykatën kushtetuese brenda 15 ditëve, ankimi i cili pezullon efektet e mendimit të Këshillit të Ministrave. Në bazë të këtij parashikimi kushtetues, përmes parashikimeve të ligjit 139/2015 përveç qeverisë vendore, legjislatori ka vlerësuar të specifikojë në gërmën C të neni 62 të këtij ligji një prej shkaqeve të shkarkimit për shkak të shkeljes së rëndë të ligjit kushtetutës, sipas të cilit kryetari i bashkisë, nëse nuk paraqitet në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprer, mund të shkarkohet. Vetë legjislatori ka përcaktuar se ky ligj ka dalë dhe edhe në zbatim të neni 115 të kushtetutës. Për këtë arsye, shkarkimi i kryetarit të bashkisë është brenda jurisdiksionit kushtetues. Interpretimi pajtues është i mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është në pajtim me kushtetutën. Kjo metodë kërkon efektet kushtetuese të rezultateve të ndryshme dhe përzgjedh rezultatin që është në pajtim me vlerat kushtetuese, duke marrë parasysh këtu të drejtat themelore të individëve. Interpretimi pajtues është i mundur kur një ligj apo dispozitë ligjore mund të interpretohet në më shumë se një mënyrë, njëra nga të cilat është pajtim me kushtetutën. Vendimi numër 5 i vitit 2012 gjykatës kushtetuese. Prandaj, asnjë interpretim tjetër i dispozitave nuk është i lejueshëm nga pikpamja kushtetuese dhe se mbrojtja e të drejtave dhe parimeve kushtetuese të lartpërmendura nuk mund të arrihet në rast se këtyre dispozitave të kundërshtuara do t'u jepet një kuptim tjetër. Vendimi 54/2024 gjykatës kushtetuese. Mosparaqitja në detyrë për 3 muaj gërma C e njeni 62 i ligjit të qeverisë vendore përbën shkelje të rëndë nëse kryetari i bashkisë ka pasur ndonjë shkak objektiv, ka zgjedhur me vullnet të lirë të mos ushtrojë funksionin e tij. Në të kundërt, kur mungesa është rezultati i një pamundësie objektive ose rrethanave të tjera zakonshme që e bëjnë të pamundur ushtrimin e funksionit, ajo nuk mund të konsiderohet shkelje rëndë, sepse ligji do zgjerojë përtej kuadrit kushtetues të neni 115 kushtetutës. Nëse do pranojë e kundërta, atëherë do të kishin të bënin me një normë ligjore antikushtetuese, pasi ligjvënësi do të kishte shtuar një shkak të ri për shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Ndonse kushtetutë-bërësi, me qëllim garantimin maksimal të autonomisë vendore, e ka përcaktuar shprehmisht dhe në mënyrë të kufizuar në kushtetutë shkakun e shkarkimit të kryetarit të bashkisë dhe nuk ka dhënë autorizim për zgjerimin me ligj të shkaqeve të shkarkimit. Vetë jurisprudenca e kësaj gjykate i ka konsideruar në kundërshtim me kushtetutën, duke i shfuqizuar parashikimet ligjore të dalën te kalim e pa autorizim parashikimeve kushtetuese. Shpesh kushtetuta qëllimisht la hapësirë rregullimi nga ligjvënësi i zakonshëm, në mënyrë që mos penkojë marrjen e nisave politike, ekonomike, sociale, kulturore nga partitë politike ose qeveria. Por kushtetuta, përveç kësaj, mund parashikojë hollësisht dhe shprehmisht rastet për të cilat nuk mund t'i lërë hapësirë rregullimi i ligjvënësit zakonshëm. Gjykata kushtetuese ka theksuar se për çdo rast, kur rregullimi kushtetues parashikohet shprehmisht për saj, ai detyrimisht do të zbatohet drejt për drejt. Përmbajtja e dispozitës kushtetuese nuk mund të menjanohet ose të kalohet duke dhënë përparësi akteve juridike që dalin në bazën e zbatimit të kushtetutës. Ky detyrim rrihet nga përmbajtja e njenit 4.3 të kushtetutës,
dhe është një qëndrim i konsoliduar gjykatës kushtetuese në çështje të tjera analoge, në të cilat gjykata kushtetuese ka theksuar se atë që nuk ka dashur të bëjë kushtetuta nuk mund ta bëjë ligji, prandaj nuk mund pranohet se ajo ka ometuar pa përmendur raste të tilla. Për këtë shkak, nëse do të pretendojë se ligji ka parashikuar një shkak të ri shkarkimi, atëherë do të prekej parimi shtetit të së drejtës, i shprehur në përparësinë e normave kushtetutës në raport me normat e tjera ligjore. Në lidhje me legjitimimin për kërkimin e shfuqizimit të dekretit presidentit, numër 350, datë 1/10/2025, për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë, vlerësojmë të theksojmë se zoti Veliaj nuk e kundërshton këtë dekret si një votues dhe as si një formacion politik i prekur nga data e zgjedhjeve, si për shembull të drejtën e tij për të zgjedhur ose për të zgjedhur, por e kundërshton atë në kuadër të garancive kushtetuese të nën 115 Kushtetutës, që kërkuesi si zgjedhur vendor i gëzon në procedurat e shkarkimit nga funksioni i kryetarit bashkisë. Pra kërkuesi e kundërshton dekretin si një akt të dalë në shkelje të garancive kushtetuese, që ai gëzon si zgjedhur vendor në procedurat e shkarkimit, një ndër të cilat është garancia kushtetuese parashikuar në paragrafin 2 dhe 3 në 115 të Kushtetutës, sipas të cilave në rast se kryetari i bashkisë në i cili është marrë një vendim shkarkimi, ankimon vendimin e shkarkimit brenda 15 ditësh në gjykatën kushtetuese, vendimi për shkarkimin pezullohet dhe presidenti i Republikës mund të caktojë datën e zgjedhjeve në njësinë vendore përkatëse vetëm në rastin e mos ushtrimit të drejtës së ankimit brenda 15 ditëve, ose në rastin e lënies fuqit të vendimit këshillit ministerial nga gjykata kushtetuese. Në këtë kuadër, legjitimimi i kërkuesit për kundërshtuar dekretin e presidentit nuk mund të jetë në diskutim. Ai nuk është një qytetar i zakonshëm që shpreh pakënaqësi për një datë zgjedhjesh, as një parti politike që kërkon avantazh elektoral nga fatet e zgjedhjeve, por është kryetari i bashkisë i zgjedhur me votë drejt për drejt, i cili gëzon një status kushtetues të posaçëm dhe mbrohet nga një garanci e qartë juridike kundër ndërhyrjeve të parakohshme të pushtetit qendror në procedurat e shkarkimit. Kushtetuta është e qartë. Vetëm gjykata kushtetuese është organi kompetent për shkaktuar ankimet e organeve vendore të zgjedhura drejt për drejt kur ato shkarkohen nga Këshilli i Ministrave.